Presidenti Amerikan Donald Trump u prit të mërkurën në Korenë e Jugut me një ceremoni madhështore nderimi, ku u dekorua me urdhrin e madh Mugunga, çmimin më të lartë që jepet nga shteti korean për personalitetet e huaja. Dekorata ju dorëzua një shenjë vlerësimi për kontributin e tij në përpjekje për paqen në Gadishullin Korean dhe për afrimin me Korenë e Veriut gjatë mandatit të tij të parë. Air Force One u shoqërua me avion luftarak amerikano e koreano-jugore në hyrjen e hapësirës ajrore, ndërsa në aeroport Trump u prit nga banda ushtarake me topa përshëndetjeje. Presidenti korean Lee Jae-myung e priti atë në qytetin historik të Gyeongju, ku Trump mori si dhuratë një replikë të kurorës së artë Jeonmachong, një artefakt mbretëror i epokës Silla. Në drekën zyrtare u organizua sipas preferencës së migut amerikan, u servirën specialitete vendase dhe u shoqërua me produkte amerikane, përfshirë mish viçi, peshk në skar dhe një ëmbëlsirë të quajtur bronje e paqebërësit e zbukuruar me fletari. Trump shprehu mirënjohje me ndërrime dhe përsëriti ftesën e tij për një takim të ri me liderin e Koresë së Veriut, Kim Jong-un, megjithëse Peanit ende nuk ka reaguar. Vizita në Korenë e Jugut ishte ndalesa e fundit e udhëtimit të tij aziatik, që përfshiu gjithashtu Malajzinë dhe Japoninë, me fokus tek bashkëpunimi tregtar dhe ruajtja e stabilitetit në rajon.